Unë personalisht me zotin Ademi asnjëherë nuk do t'ulim, por arsye se mu më ka fy me telefon. Aeroporti i Vlorës është përfshirë në një konflikt të fortë mes dy aksionerëve, Begjet Paçollit dhe Valon Ademit, pas prishjes së bashkëpunimit gjatë vitit 2025. Tensionit janë shoqëruar me akuza për mashtrim, falsifikim dokumentesh dhe tentativa për marrjen e kontrollit të aeroportit. Në qendër të debatit qëndron çështja e pronësisë së aksioneve. Kompania e Ademit zotëron zyrtarisht 2%, por ai pretendon se kishte marrëveshje për të pasur 49% pas largimit të ortakëve turq. Ndërkohë, Paçolli dhe kompania e tij Mapco, që kontrollojnë 98% të aksioneve, deklarojnë se janë pronarët legjitim të projektit. Mapco ka paralajmëruar shtetin shqiptar me arbitrazh ndërkombëtar, nëse deri me 28 maj 2026 nuk ndërhyet institucionalisht. Kompania pretendon se përfaqësuesve të saj u është ndaluar hyrja në aeroport që prej 18 majit dhe akuzon administrimin aktual të Vias për tentativë për marrjen e kontrollit të projektit. Sipas Mapcos, institucionet shqiptare nuk kanë reaguar ndaj mbi 50 shkresave të dërguara që nga shtatori 2025. Nga ana tjetër, Valon Ademi akuzon Paçollin se i kishte ofruar 80 milion euro për shitjen e aksioneve në famor të interesave ruse, ofertë që ai thotë se e refuzoi. Ademi pretendon se ky refuzim solli përplasjen aktuale dhe akuzon Paçollin për veprime kundër interesit publik.